Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aksidentohet ish banorja e Bigut në gjendje të rëndë bashkë me vajzën 5 muajshe. Ish banorja e Bigut Mikela Pupa ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm jo të mirë. Ajo ka bërë të ditur se këtë javë ka bërë 2 aksidente me makinë. Më tutje ka njoftuar se është mirë nga pjesa shëndetësore dhe është shumë e frikësuar pasi kishte me vete në makinë vajzën e vogël 5 muajshe. Ajo shkruan, këtë javë edhe unë kam bërë 2 aksidente. Çdo gjë është shumë mirë, shqyr Zotit, dhe makinën e mora nga servisi, por isha me vajzën dhe sigurisht jam tronditur. Ajo vazhdon, pse more njerëz nuk respektoni asnjë rregull, sidomos në rreth rrotullim që jeni të gjithë në garë, kush makinë e futuririn e para. Unë u tremba shumë të them të drejtën dhe akoma nuk e kam marrë veten sepse në të dyja aksidentet kisha me vete edhe vajzën. Ju lutem udhtoni me kujdes, shprehet Mikela.